Ju vjen goja erë, bëjeni këtë për 5 minuta dhe nuk do të vuani kurrë nga ky problem. A e dini cilat janë shkaqet më të mëdha të erës së keqe të gojës? Ndonjëherë disa ushqime që përmbajnë vajra të caktuara, siç janë për shembull hudhra, qepët dhe ushqimet pikante, mund të prodhojnë edhe probleme me frymëmarrjen e keqe. Personat që mbajnë në dietë mund të kenë një frymëmarrje të keqe për shkak të ndryshimeve në metabolizëm. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Një pjesë e erës së keqe ka origjinën edhe nga hunda, fyti dhe pjesë të tjera të frymëmarrjes. Për shembull, edhe infeksionet e sinuseve të frymëmarrjes mund të çojnë në erë të keqe të gojës. Duanpirja ose edhe ilaçet që po merrni mund të jenë shkaktar të frymës së keqe. Ndonjëherë njerëzit me sëmundje të mëlçisë dhe ato të veshkave, komplikacionet e diabetit ose problemet e frymëmarrjes, si rezultat kanë një erë të keqe të gojës, dhe kjo nuk është e zakonshme. Parandalimi është mënyra më e mirë e trajtimit të këtyre shqetësimeve, ndaj përpiquni të bëni zgjedhjen e duhur të ushqyesve dhe të evitoni gjithashtu erën e keqe të gojës. Mënyra më e mirë për të trajtuar një problem të tillë është që të ndiqni në mënyrë të rregullt edhe rutinën tuaj ditore të pastrimit të dhëmbëve. Më pas të pastroni edhe gjuhën 2 herë në ditë, veçanërisht të shplani gojën pasi konsumoni ushqime të rënda. Kjo parandalon ndërtimin e pllakave në dhëmbët tuaj dhe mbi të gjitha mund të bëjë që të keni një frymë më të mirë të gojës dhe të evitojë erën e keqe të saj. Ndjekja e këtyre hapave në kushte shtëpie do ju ndihmojë të jepni fund erës së keqe të gojës dhe do të evitojë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të këtyre shqetësimeve. Nëse jeni të shqetësuar për erën e keqe të gojës, nuk jeni të vetmit. Gati 30% e popullatës vuan nga aroma e keqe e gojës ose siç njihen ndryshe halitoza. Era e keqe e gojës mund t'ju bëhet pengesë në jetën sociale. Fatmirësisht ka mënyra të thjeshta dhe efektive për të patur aroma të freskët të gojës. Lani dhe pastroni gojën me fill dentar më shpesh se zakonisht. Një nga shkaqet kryesore të erës së keqe të gojës është shtresa ngjitse që formohet tek dhëmbët. Mbi këtë shtresë formohen bakterie. Ushqimi i ngelur mes dhëmbëve i shton problemet. Të gjithë duhet të lajmë dhe të pastrojmë gojën me fill të paktën 2 herë në ditë. Nëse keni shqetësime të erës së keqe, pastrojeni më shpesh. Kujdesuni të mos e teproni. Të fërkuarit e shumtë me furçë e gërryen smaltin dhe prish më shpejt edhe dhëmbët. Pastroni gjuhën. Shtresa që formohen normalisht rreth gjuhës mund të jenë ambiente shumë të përshtatshme për bakteriet që sjellin erën e keqe të gojës. Për t'i pastruar i fërkoni me lehtë gjuhën me furçë. Nëse mendoni se furça është shumë e ashpër ose shumë e madhe për të arritur pjesën e mbrapme të gjuhës, ekspertët tregojnë se në këtë rast këshillohet të përdorni një pastrues gjuhe. Shmangni ushqimet që sjellin erën e keqe të gojës. Qepa dhe hudhra mund të jenë një arsye kryesore. Dentistët thonë se fatkeqësisht larja e dhëmbëve pasi keni ngrënë qep ose hudhra nuk ju ndihmon. Substancat që këto ushqime përmbajnë janë lehtësisht të ndryshme dhe kalojnë menjëherë në gjak. Në mënyrë që të kaloni menjëherë, duhet të lani ato dhe t'i pastroni si zakonisht. E vetmja zgjedhje është të mos konsumoni qep ose hudhra, sidomos kur jeni në kontakt me njerëzit në punë, në shkollë ose çfarëdo aktiviteti social. Hiqni dorë nga vesi. Era e gojës është vetëm një nga arsyet e shumta për të lënë duhanin. Duhani dëmton në dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve. Ai është shkaktari kryesor i problemeve të gojës. Bëni mirë të këshilloheni me doktorin tuaj për të marrë trajtimet e duhura të detajuara për të lënë edhe duhanin. Shpërlani gojën tuaj më shpesh. Duke i shtuar higjienës orale, shplarjen e gojës antibakteriale, ju do të eliminoni akoma më shumë bakteriet që shkaktojnë pllaka për shtresën ngjitse tek dhëmbët. Edhe të shplarit me ujë pasi keni ngrënë ju ndihmon të hiqni copat e vogla të ushqimeve që mund të mbeten midis dhëmbëve dhe të shkaktojnë erë të keqe. Hiqni dorë nga karamelet me mente pas buke. Më mirë përtypni një çamçakëz me mente. Karamelet përmbajnë sheqer dhe vetëm sa krijojnë më shumë probleme. Përtypni më mirë çamçakëz pa sheqer.
Ekspertët shpjegojnë se shtypja stimulon prodhimin e salivës, pra përshtymes, që është mbrojtësi natyral ndaj bakterieve që shkaktojnë prishjen e dhëmbëve. Kujdesuni më mirë për mishrat e dhëmbëve. Sëmundjet e mishrave të dhëmbëve ose sëmundjet periodontale njihen në rëndomë se një nga shkaktarët kryesor të aromës së keqe të gojës. Bakteret mblidhen në xhepat e dhëmbëve, pra kur bashkohet mishi duke krijuar erën e keqe. Nëse keni sëmundje të mishrave, dentisti juaj duhet të këshillojë që të shkoni te një specialist. Kujdesuni që të mos e keni gojën shpesh të thatë, pasi mungesa e përshtymes është një arsye pse keni erë të keqe goje. Shkoni te dentisti një herë në 6 muaj dhe konsultohuni me të për çdo shqetësim të mundshëm që mund të keni, pasi vetëm në këtë mënyrë do të ndihmoni të keni një higjenë më të mirë orale edhe të evitoni gjithashtu dëmtimin e dhëmbëve. Askujt nuk i pëlqen era e keqe e gojës, sepse është një mënyrë e fuqishme që ju bën të përtypni edhe elemente të ndryshëm që mund të ndikojnë në përkeqësimin e saj. Ekspertët tregojnë se mënyrat natyrale të cilat i keni në kushte shtëpie mund t'ju ndihmojnë në këto raste. Fryma e keqe e gojës vjen nga gazrat e krijuara nga bakteriet, të cilat janë të akumuluara në dhëmbë, në mishra dhe midis gjuhës. Shumë prej këtyre gazrave përmbajnë zgjufur i cili mund të shkaktojë edhe erën e keqe të gojës. Megjithatë, edhe ushqimet që hani ndikojnë në aromën e gojës. Dihet tashmë se qepa, hudhra dhe ushqimet e tjera me erë të fortë bëjnë që goja të mbajë erë jo të mirë. Larja e dhëmbëve, gargarat ose çamçakëzi mund ta mbulojë erën, por jo ta zhduk atë. Pini më shumë ujë dhe hidratohuni më mirë për të evituar kështu edhe erën e keqe të gojës. Kjo mënyrë do të jetë praktike në një higjenë më të mirë të dhëmbëve dhe sigurisht në një mbrojtje më të mirë dentare, duke ju siguruar kështu që të keni një higjenë më të mirë të shëndetit të dhëmbëve edhe të evitoni komplikacionet që i kanosen atyre. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do ju jap një erë më të mirë të gojës dhe do të evitojë gjithashtu prishjen tuaj të dhëmbëve. Të pini ujë është një nga mënyrat më të mira për të qëndruar i hidratuar dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që i kanosen gojës dhe shëndetit tuaj dentar. Çaji i jeshil ose edhe çaji i zi mund të jenë një nga alternativat më të mira ushqyese për shëndetin tuaj të dhëmbëve dhe mbi të gjitha do ju ndihmojë të përmirësoni higjienën tuaj orale edhe të siguroni një mbrojtje më të mirë dentare. Çaji i jeshil realizohet nga një komponent që gjendet në ushqimet me erë të fortë si hudhra dhe qepa, të cilat shkaktojnë edhe erën e keqe të gojës. Çaji i jeshil përmban elemente të cilat do të parandalojnë sëmundjet e mishrave të dhëmbëve edhe bakteriet që nxisin erën e keqe të gojës. Uthulla e mollës mund të jetë një alternativë e çmuar në situatën tuaj, çka do ju ndihmojë dukshëm në parandalimin e krijimit të erës së keqe të gojës. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj të dhëmbëve, të evitoni komplikacione dhe të keni një higjenë më të mirë dentare. Ndjekja e këtyre trajtimeve në kushte shtëpie sigurisht është një nga alternativat më të çmuara për shëndetin tuaj të dhëmbëve, dhe kujdesi për dhëmbët do ju ndihmojë dukshëm në një menaxhim më të mirë të erës së keqe të gojës. Uthulla e mollës mund të përdoret edhe në formën e gargarave, dhe rezultatet që do të merrni në këto raste do të jenë gjithashtu një parandalim më i mirë kundër erës së keqe të gojës dhe gjithashtu një shëndet më i mirë dentar. Përdorni në dietën tuaj edhe erëzat e freskëta, shumë efektive këto kundër erës së keqe të gojës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Përtypja e bimës si majdanozi, selinoja në energjiku ndihmon në reduktimin e erës së keqe të gojës dhe parandalimin e mikrobeve, duke mbajtur higjienën tuaj orale më të shëndetshme, duke evituar gjithashtu komplikacione dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të dhëmbëve. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin e dhëmbëve, të evitoni gjithashtu komplikacionet dhe të nxisni një higjienë më të mirë të gojës. Ekspertët shtojnë një zëri se vaji i kokosit mund të jetë një alternativë me shumë përfitime në situatën tuaj, ndaj përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet mbreslënse. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.